Si të ulni tensionin e lartë me 3 metoda natyrale? Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësitë e trurit dhe dështim të veshkave. Në këtë video do të gjeni 3 kura natyrale të cilat janë jashtëzakonisht efikase kundër tensionit të lartë. Kura e parë me lëng limoni. Përbërësit janë vetëm ujë dhe një limon. Shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqimin. Limonët kanë aftësi të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionin e endëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Kura e dytë me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfuri që kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe të rregullojnë tensionin e gjakut, duke zgjeruar enët e tij. Ju duhet konsumoni 3 deri në 4 thelbin hudhër të freskët në mëngjes para se të hani ushqimin ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë gjallë, sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura e tretë me uthull molle dhe sodë buke. Përbërësit janë ujë, 1 maj lugë çaj me sodë buke dhe 1 lugë gjelle me uthull molle. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe uljen e tensionit. Përzieni 1 lugë gjelle me uthull molle, 1 maj lugë çaj me sodë buke dhe 1 gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për rezultate më të mira.